Ondra ma madhe ka qenë një futbollist shumë i mirë, po fatkeqësisht nuk arrita mu bu futbollist, po i madhe Zot më caktoi me më bu me aftësi të kufizuar me përdor këtë lloj mjeti. Në vitin 2009 tetor kur kam bu operimin e parë, kur vesi jam zgjuar mëngjes me kur kam tentu mu ngrit prej shtratis e jam zgjuar. S'ka mujt mu me lëviz, ka qenë shumë përjetim i vështirë. Atë përjetim u kun shumë i vështirë se para një javë se kom ecë vetë pas një problem. Unë veç një ondër e kom pas, shëndetin me pas mirë. Ajo nuk ndodhi. Pinjës s'kom pas shefun me pas të losha, me prend vetë s'kom pas. Kjo mi ka këpu 2 kon për qalli që thonë. Edhe veç kom dasht me bo mirë për tjerët se e di çka është me e keq. Miqtë të dashur, sot jemi në fshatin Nisniq të komunës së Deçanit. Jemi ardhur pikërisht te Endrit Januzaj, besoj që tashmë edhe ju e njihni, edhe kemi sot kënaqësinë me bani bashkëbisedim me Endritin. Endrit, përshëndetje për ty. Përshëndetje, faleminderit ju që keni ardhur, mirë që keni ardhur. Faleminderit ty që na pritet kaq mirë, faleminderit shumë. Çish po kaloni tregom Endrit? Mirë, po mundohem qërto me të një ka pak mirë. Jeta pak e vështirë, po mundohem mirë. Qysh janë këto ditë vera për ty? Mirë, janë në ceta si për kretë vera ka kështu, po mirë është. Tregom me çfarë po mirë shkuan në fundit? Unë e kam një fondacion humanitar që ndihmoj veçanërisht persona me aftësi të kufizuara, edhe familje nevojë. Kryesisht me këtë punë jam të marrë që tash e gati 6 vite. Që 6 vite? Që 6 vite të ju ndihmon familjeve që kanë nevojë, njerëzve me të cilat janë me aftësi të kufizuara në kushtet tua. Tash unë më thot drejt pak situata jeme ka qenë asaj lloj që më ka dërgu minimum njerëz sprova cilën e kom pas, aja më ka bo pak mi përkra njerëz, veçanërisht personat me aftësi të kufizuara. Kategoria cila duhet me qenë e barabartë, po fatkeqësisht s'po ka shumë përkraje dhe kjo më ka shtyr edhe minimum tjertë. Se prej kujt duhet me pas përkraje, çka duhet me pas përkraje, çka ju nevojitë njerëzve me aftësi të kufizuara? Persona me aftësi të kufizuara me të vërtet gjithçka nevojitet. Ka raste ndryshme, nuk munda me cilësu ose me ceksi veçanta, mirë po persona me aftësi të kufizuara prej pampersa që tash po folim pak më deri te mjetet ortopedike të llojit ndryshme, deri te pagesat këto me radhë nuk i kanë mjaftueshme për një jetë cilën po jetojnë tash. Endrit, tregom pak një rrëfim tjetës tonë, çysh ka qenë Endriti prej vogël e deri më tash, çysh ka ecë jeta jote? Kom qenë shumë aktiv, shumë i gjallë, kom lujt vazhdimisht, jo morë me krejt problem të jetës që sot fatkeqësisht s'po muj me ju balla ashtu që ka qenë më herët. Kom pas problem me bushtin kryesor, edhe një lloj problem tjetër që mas që është bo operimi, ka ndiku negativisht edhe më ka dëmtu, ka pru një situatë vështirë. Mastaj prej viti 2013, vetë që kom fillu me ranë në ecje, edhe mos dasht me ecë i varë për dikon tjetër, se vetë shtu ka qenë shumë problem. Deri sa vjet ka mujt me ecë Endriti? Unë kom mujt normal me ecë moshën 23 ose 24 vjeçore
kam që edhe pak ma shumë me probleme që vese ka fillu mirë, po që më ka situata deri në këtë pikë, ka qenë një, mund me thoni, ka 10 dëmë tjetë. Do të thonë të ke pas një intervenim, me cilin pas asaj janë shfaq problemet edhe që shka qenë zhvillana pak, shka qenë problemi? Problemi ka qenë, unë ka pas një skolioz, deformim boshtit kryesor. Edhe këtë deformimi i poshtit kryesor ka ndiku negativisht. Ato vitat janë me dos gabim, edhe ato gradualisht vesë kanë shkaktu të lashën ecje. Prej një periudhë, edhe kom arrit me u bo komplet i varur për dikon tjetër. Që për mu ka qenë edhe është shumë e vështirë. Me të thënë drejt, tash jemi këtu në fush sportit, ku para disa viteve, këtë fush, shumë kom luajt. Shumë kom ga, edhe fatkeqësisht tash kur shoh tjerë për mu pak poshtë. Kur po shoh që s'po mundë me bo këto mo, për mu bashkë të vështirë. Tregon pra, do të thonë edhe njerëzit që janë si ti, janë me aftësi të kufizume të ju ndihmon aty në vetë. Po, shumë e vërtet, unë ju mbo një kur lidhë se... Sa do pak me ndihmu jetën tone? Unë ju mbo një urlidhë se edhe për tjertë, se njerëz fatmirësisht besojnë në qënën një moj tjerëve, edhe kanë besu edhe besojnë vazhdimisht punë që jo një moj jo vetëm persona me aftësi të kufizume, po edhe familje në nevojë, ju kom ndihmu dhe ju ndihmoj vazhdimisht shumë. Dherë në kom të hapne gjithmonë për rastën nevojë, edhe i falenderoj krejt njerëz që asnjëherë deri tash nuk kanë hequr dorë prej ndihma që më kanë dhënë edhe mundësi me ndihmu tjerë. Më thonë, jo veç një njëri që është me krejta aftësi që mundet me pas, mundet me ju ndihmu njerëzve. Përkundrazi, ti je njëjtë sikur ata tjera që janë me aftësi të kufizume, po që ti e bën ndihmën qysh mundet me ka një njeri normal me krejta aftësi që mundet me i pas. Sa u ka në vështirë pjesa kur ti pas intervenime që e ke pas, kjo koha që e përmenda dhe vetë ma herët që e ke shfrydzu fushën e shkollës, do të thonë, qysh i kujton ato momentet që i ke pas ma herët? Për mu e vështirë shumë. Unë momenti që shoh që kom bo hapat e kaluam, edhe që kom bo pas që më do kjo punë, unë s'ka sekund që nuk muj me njëllë vetën vazhdimisht të kajtë. Se po kjo puna e ndihma që unë i bëj, edhe i kom bo edhe kom po edhe shoh raste që janë keqe më keq, më ka ndihmu edhe më ndihmon emocionalisht më bo pak më fort, se gjithmonë jetën e kom pa pak më në shumë. Me të drejtë, unë me pason dikush më herët para do viteve që e ndretimi orët që situatë, ose në këtë pikë, unë të shpëtam si kur kona e unë isha nështë dhe isha mytë me atë person aty. Mirë, po, Zoti i shpun dorë nuk, po, s'pa dike s'ka po ndallis. Qysh e ka mendu e ndriti veten në këtë kohë? Cilat janë kanë ëndrat tua që ke dash me i pas gjatë kësaj kohë që je tash? Unë veç një ëndër e kom pas, veç shëndetit me pas mirë.
ajo nuk ndodhi. E nuk ndodhi. Për mu, s'po di shka me thonë, po kjo mi ka këpu 2 kohën për gjallit që thonë. Se ka diku kesh, edhe njetë, edhe në aktivitete, edhe në familje, ka diku kesh. Pavarësisht kësaj ti edhe pse je me makinën tonë lëvizse, ty nuk të ndalë asnjë aktivitet që mundesh me e bo, edhe pse je kështu. Jo, Ti punon gjithmonë për ata që ki dëshirë me ju ndihmu tjerëve. une kom punu vullnetarisht edhe jam të punu që 6 vjetë me fondacion, është një organizatë jo qeveritare jemja, edhe veç kom dasht me bo mirë për tjerët se e di çka është me e kesh. E di çka është me pas probleme në jetë. E di besada çka është kur ki probleme, pas të mujt me pas tolla për shpenzime që duhen me pas, duhet me konë, mos me pas karrocë, mos me pas diçka që mund me lëviz. Në qëtë situatë, çfarë unë jam tash, po flasim përgjithësi se është mirë me trajtu si temë barabart, e kështu që po nista prej veti, situata çfarë unë jam tash, është edhe dikush tjetër, kjo kategori është për një jetë e ka jetën shumë vështirë për një që nuk mundë me dikush tjetër që është nosh e ka problem me perceptu. Për shkak që kur vjen këtë situatë, çdo lëvizje, çdo ditë e jetës është e konvencionuar. Ti kur zgjohesh mëngjes, ti e din që nuk je aktiv për një jetë që është një njerë normal. Ti s'mundesh me punu më. Edhe kjo është pak e vështirë. Unë ka ndodhur shumë herët edhe me të drejtë tash kur fëmija më shohin kështu pak, pra mu kjo është poshta më e vështirë, po. Do më thanë ti ki edhe fëmi. Po. Mban familje, sa fëmijë ki? Unë kam 2 fëmijë. 2 fëmijë kam, edhe pak kjo po tash më ka bo më vështirë, se ata so kanë qenë më të vegjël, është më madhësh, po tash të urrit. Fëmija është një situatë më vështirë për krejt, vazhdimisht. Fëmija janë tash veç se po rriten me atë bindjen që duhet me ndihmu edhe tjerëve të e po situatën të unë, po me tonë drejtë pak e ndishme se të vazhër për hala, po shka me do. Tregon pak, a ka pas ndonjëherë mundësi me terapia mas pjesës që ka ndodhur, domethënë pas intervenime që ke mbet në karrocë, a ka pas ndonjëherë rast që ke tentu me u ngrit me terapia? Unë jam të marrë qelinca staminale në Turki, që 7 sanca i kom përfundu, e kom punë shumë mirë me ato. Shumë mirë janë kam ndihmuar, po janë shumë të shtrejta edhe por problem me një ka të lloj protokollit deri në fund. Nështë do i marrë 2-3 më në viti, po tash kom njës pak me rrallu se po shumë e vështirë. Qysh është një terapi për shembull, sa kushton, sa të shkojnë shpenzime për me shku në Turki? Një seancë tash ma herët ka qenë ma e lirë, ka qenë duket 8.500-9.000 euro. Tash 10.000 euro ka vënë një seancë atje. Po janë shpenzime tjera, po duhet akomodimi, po duhet biletat e avionit e kështu, po janë bukur do shpenzime. Mu ka ndihmu njerëz, faleminderit për ty në kreditve që s'kan hek dorë dhe e di që nuk hekin halo. Jo të kumlu për mu me më pas sa më mirë, po nështë unë kur s'muj, as mija kur s'kan mujt me
m'ja kthy, po besoj që me një fjalë mirë, me sa të mirë, me vepra të mira, gjithmonë ka me konë një lloj motivi edhe për tjerët që janë to hekes në jetë. Çka të shtyn ty për me konë me vete, me pas vullnet, për me vazhdu me jetu tutje edhe këto kushte që je sot? Çka të shtyn, cili është motivi kryesor? Unë besoj që sfidën cilën e kom pas edhe e kom pas që duhet me kalu me motiv. Edhe i madhe i Zot po besoj që më ka dërgu një forcë që unë sot jam të mujt me i bo ballë kësaj pune. Do më thonë, Zoti është prej atyne që po t'jep forcë edhe krejt durimin që ti e ki këto ditë e tua. Është vërtet, unë besoj shumë sot, unë ndoshta nuk muj me kon besimtar i plot, po unë besoj shumë sot që ai e shet arsyeshme mos me mlon kes, edhe me emocione, se kur vjen këtë situat, me kon i vedishëm edhe me kon minal emocionet, edhe me po një sitojmë me kry, është shumë në rregull, me kon i vedishëm që ka e të bu, se në situatën që farë jam në njerë mund të ka blu emocionet për jetën që ke bo ma herët edhe Fëmijët e tu, a janë ata fuqia kryesore që ty të shtyn me pas vullnet në vetën tone? Fëmijët, po. Me të drejt mua që ka pjesë pak e kom vështirë, se momentin që fëmijët s'kom pas shefun me shti, me pas të lashë, me prind vetë s'kom pas. Me të në drejt, me u pas vetë, unë thashë ma jetë i kështë Zoti punë dorë, që unë u pas vetë, kjo nuk është ndodhë. Kjo është diçka që saktohet prej Zotit edhe jo askush prej neve nuk e di se çka ka menduar me neve edhe mi të ndëjem. Çdo që është shumë i shnosh, edhe ai smuri nuk e din kurse nesër se çka ka menduar. Shumë vërtet. Shumë vërtet, po të shpresojmë që bëhet mirë. Na shpresojna edhe të urojna ty shumë shnet. Edhe në këtë gjendje, edhe nesër në kom shpresona që ti kime ishë ju ditët më të mira të jetës Shumë tone. faleminderit. Ndret, a keni mesazh për fund për krejt njerëzit, nësha që ka raste, ka njerë që edhe nuk ja dina vlerën shëndetit që e kemi sot, çka kemi ju thonë? Njerë sot po e shoh që po bojnë shumë mas një jetë e luksuse, mas disa gjona që nuk duhet më bo. Unë kisha me thonë veç njerëz të kujdesen me pas shëndeti mirë. Shëndeti është primar për një jetë sa më të mirë. Tjerat nuk kanë kuptim një jetë. Nëse nuk ja din vlerën shëndetit, edhe nëse nuk e shohin një jetë sa më të mirë, kur një jetë sa më të mirë, kur zgjo mëngjes, edhe jemi shnosh, edhe nuk i falenderojmë Zotit, po shikojmë gjëra të tjera atëherë s'kemi vëkur gjë më thonë. Në qoftë se rrim një pikë kur vlerësojmë shëndetin i kemi ma primar se gjëra të tjera, atëherë jemi në rregull për një jetë sa më të mirë, atëherë që aty i kemi rrinë kulmin. Ndret, faleminderit shumë për krejt fjalët e tua, edhe për kohën që na i dha neve edhe rrëfimin që na tregove. Faleminderit për juve shumë. Besoj që me këto fjalë përmbyllse mesazh përmbyllës të Endritit, vlen kjo me ocek që duhet me ja ditë vlerën çdo njeri shëndetit që e kemi në rend, por që duhet me qenë primarja, edhe që duhet me u lut çdo ditë që nesër me kanë mirë. Faleminderit shumë Endrit.
Cila u konë ondra ju të kur e konë i vogël nështë? Ondra e ma madhe ka qenë më thonë një futbollist shumë i mirë, po fatkeqësisht nuk arrita u bu futbollist, po i madhe Zot më caktoi me bu me hapësi të kufizuar me përdor këtë lloj mjeti. Kur i shoh fëmijët këto lujt beson kënaqë zemra, po A ke lujt futboll të që të fush? shumë kom lujt. Bashkë që të fush, kom lujt shumë futboll. Një të fush kom lujt basket. Në atë periudhë ku pas flokë të gjata pak. Për mua shumë e vështirë kjo, po. Shumë e vështirë. Ndret, shkollën e ke punë qëto? Po, shkollën e kom krye në këtu një sobletin një snish, vese o kon një objekt i vjetër atje. Këto breja, këto pishra që për i shkre. Një periudhë jenë gjithë dhe në altu edhe a vesh më ka tek gjatë vere. Mo shumë kemi najnë pishra me shokë gjeneratëme, jenë të aqëme. Gjesë ytë i po, kur je shumë dhe s'ke mujt me ecë? Me gjesë i por ka qenë në vitin 2009 tetor, kur e kom bo operimin e parë të skolioz. Kur e mëzgju me ecë mas sa dite, më ka darë me ecë me ndim. Atë përjetim u kun shumë i vështirë se para një jave, si me tonë, kom ecë vetë pas një problem. Mas nej, jem shku të marrë vetën. Në vitin 2013 kom ecë një javë, më në tonë 10 dit i pavarur. Po në mëngjesin një verë, më në me tonë vitin 2013, kur vese jem zgju mëngjes me kry nevojë editorët mëngjesit, kur kam tentu mu ngrit prej shtratis, e jam zgju. S'ka mujt mu me lëviz. Ka qenë shumë përjetimi i vështirë. Ka pas një periudhë, muna më thonë drejt, kanë qenë një 50-10.000 terta fort, që nuk mujt mi bo pa jetës, po se di, vështirë konë.